Falënderimet janë për Allahun, Zotin e gjithësisë. Ata e falenderojmë dhe vetëm prej atij e kërkojmë ndihmën. Mëshira e Allahut qoftë mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij të pastër dhe për mbi të gjithë ato besimtarë dhe besimtara që ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Mëshira e Allahut qoftë edhe për mbi të gjithë ju. Allahu ju mëshiroft dhe ju bekoft gjithë. Na ka kaplu mëshira dhe rahmeti i Zotit përderisa gjendemi në xhami. Dhe inshallah, kështu do të shkojë jeta, në për punë, në për shtëpia, edhe në për xhamia. A e dini se para se të them atë të kryesore në personte, në ditën e llogarisë, do të jetë një tmerr i madh për njerëzit. Mirë po janë 7 njerëz, 7 grupe njerëzish, apo 7 lloj veprash që i kanë kryer disa njerëz këtu në këtë botë, nuk do të kenë siklet atje. Një prej këtyre 7 vet është edhe i djali i ri, i cili ka shku në punë, ka shku në shtëpi, është kujdes për familjen, po ka shku edhe në xhami. Dhe kur them që ka shku në xhami, nuk ka shku 6 orë me kalu kohën aty në kafet, po e ka kalu ke xhamia kur ka pas kohë të lirë. E ka kalu kohën ke familje kur ka pas kohën e lirë, edhe kohën tjetër të zonë me punë. Dhe ky djalë i ri, i cili e ka lidh zemrën për vendin ku adhurohet Zoti, do të jetë në hije në arshit të Zotit çat ditë që s'ka për të gjetë hije kush. Çat ditë që derisa robin ka për të shkuar deri në gjuj, mbi brez, deri se ta muloj prej sikletit madh, edhe as si lloj tolerancë nuk do të ketë. Ama ky djalë i ri, që është sonde këtu, edhe jo vetëm sonde, jo vetëm në të Ramazanit, po të vazhdoj, e keni pa, për shembull kur mielni pemë aty ke shtëpia, kush të ketë miell? Unë jam marrë gjatë me pemë tani nga shtëpia, edhe shoqër Zotit i kemi pa hajrin. Pema është e bukur e mielli ditë, po në momenti sa të miellet filla puna, jo e miella, le aty, as si kokër për të bën s'ka. Vevapa e tha, hyzmet do, ujë do, plen do, a disa shërbime do. Kështu që edhe kjo punë, nëse e len vetëm të tazojmë mi natë Ramazani, gjë e madhe është. Por duhet shumë, llogaria është i gjatë, ajo deti është i thellë, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kështu që njerëzit do kenë probleme, atëherë si t'ja bëjmë dërmonin, mos u ndaj, edhe mos Ramazanin. 2 gjëra. Keni pa që njerëzit shpesh herë u vënë sprova, u vënë dënime. Edhe njerëzit me atë logjikën e vet, me atë diturinë e vet të cekët, të kodët, pa asnjë lloj argumenti, shikoje se e zonë dënimi im filanin. E zonë drejta ime filanin. Çfarë do që ti ndodhi atij për shembull, një sprovë vogël, apo dhe dënim nga ana e Zotit xhelel xhelaluhu. Kanë ardhur dhe kanë pyetur Imam Aliun Allahu e mëshiroft. I kanë thënë, si mund ta dallojmë ne nëse na vjen një të lashme? Dënimin nga sprova. Ju lutem mos harroni. Pra dënimin e Zotit apo në sprovë prej Zotit xhelel xhelaluhu. Ai tha, nëse është dënim prej Zotit, ai s'ka lidhje më me Zotin. Ka marrë punë atij. Nëse është sprova afron tek Allahu. Keni vure? Sprova e afron tek Allahu. Nërsa atij i ka ardhur diçka, edhe ju e shikoni që s'ka lidhje as me namaz, as me agjerim, as me zekat, as me hajj, as me xhami, as me xhuma, as me xha, i dënim prej Zotit. Nëse shikoni që ai afrohet tek Zoti xhelel xhelaluhu, nëpërmjet asaj që i takoj, smunja për shembull, gjithë njerëzit smun prej meje ka. Pse nërka vetën? Ku e di diçka caktuar Allahu xhelel xhelaluhu për të? Ama nëse shef që largohet prej Zotit, ta dish se ai e ka pas dënim prej Zotit. Njëri prej burrave të hershëm
Allah pa më shiro. Kaq bukur na e ka seru, kaq thjesht që ta kuptojmë ne, kollaj fare. I dolin grabicit në rrugë. Edhe normalisht grabicit shumë njerëz u kanë dalë. Me drejt pa drejt dalin ato. Saktimi Zotit. Po të shte është si dënim. Apo është si sprovë që me të afro të Zoti, ta shofi. E grabitën, qarë patër moja morën kretë. Edhe mos i shkon, futet një qytet, atë e pyesin. Ure morën vesh që kanë grabit një njëri, po thot, unë jam bre tyre. Po të paskin rënoj, thot. I jo, i thot, si s'kan rënoj, thot. Ata morën gjithë shka patër, po i thot. Po të herë si me ndonë, si, ka ma mirë se sa kjo, thot, po i thot. Ata me të vërtet me morën gjithë shka, thot, për nuk më morën imanin. Pse? Si ja morën besimin. Se këtu është që është e kretë. Se me ta marë besimin, dhe të thotë që ti ke maru puna jote. Dhe me të marë besimin, sepse pasuria është shumë e afërt. Jeta është shumë e dhimshme. Shtëpia është shumë e dhimshme. Pasuria, makina, gjithë shka të ka dhonë Allahu. Po nëse bashkë me këta shka dhe imani, kjo e dënim për i Zotit. Të iman nuk më është rëpë. Jeto dhe je për banar xhenemi. Ama nëse s'ta kanë prek imanin, mi morën tha gjithë shka, për jo imanin e kam tha. Elhamdulillah tha, imanin s'ma kanë prek fare tha. Pra që do të thotë kjo mas më të prek? Këti me gjithmeni ka arë s'pro, prej të madhe Zot. Sepse ky u afru ma shumë me Zotin. Qërë thë Allah, gjithë shka prej te jo është. Do më lidhjen mes meje dhe mes teje o Zot, nuk ma preken hiq. Me gjithë se më shkoj pasuria, më shkoj në gjitha sendet, ama ne kemi pa nga ata se si janë dënu. Po thot, kishte Zot, s'ma kishte morë djalin mu. Allah më në rujë. Ky s'ka lidhje ma. Këti ka ardhë dënim. A i ka marrë thmin, a i ka marrë grun, a i ka marrë vetën e ti, i ka ardhë i s'muniran. Ky s'ka lidhje ma. Po të kishte Zot, thot, s'ma pa nuk e të punë mu. Po të ishte Zoti i drejt, nuk e ban këtë punë, Allahu në rujt. Pra ky është dënim prej Zotit. Pra nëse të bjen smunja, edhe të qështu, si ta them, copa vjen ke xhamia, pra atje të shkojt të ka Allahu. Se Allahu po ma hedhë këtë smunja si sprovë, si pastrim, atje të shkojt pra. I lo. Po kujdes të kemë. Po të shkoj sepse s'do të shkpos lidhjen me Zotin Xhelel Xhelalo. Atëherë kjo është sprovë për i Zotit. Dhe sprovat shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam vazhdimisht i kërkonin. Sepse i afrëshin me Allahun Xhelel Xhelalo. Pa ja më çfarë ishte kjo? Pak ishte der gripe. Shejtan gripe. Kush e thot? Ai që i ka pre punë me Zotin. Nërsa ai që i ka ra kjo smunja, qenë unë për Zotin, që kështë janë, me dirë, elhamdulillah. Dhe me thanë, nuk më ka nëzuj njëri atje që ti janë kohëm, apo të thëmë, na mëti. Anë kohë vetëm ati që të patërmonin. Absolutisht tjetër gjoja, sepse të vjenë si sprovë. Sa diti kalova mirë, unë po jo thëmë, mbi 60 vjetë s'këm bëjë zilpanë. Të shte kom fillu të bëjë za zilpana. Po mirë i këthehem vetës, thuj Zotit, falem derit shumë. Sa diti patë mirë, sa diti patë pasyze, pa shkop, me gjojmë regull, me gjitha gjanat tërman, me shëndet plot, sa patë në to, 60 vjetë. Që ka problem dëshe për 4-5 vjetë? Pse? Kështu dhe vejnë sprova Zotit Xhelel Xhelalo. Kështu që asiherë më së mundi me gjiku, që vallaj filoni e ka prej meje që të dënim. Mos, ati ka ardhi sprovë prej Zotit. Nëse e shef që afrohet tek Zoti, tek agjerimi, tek namazi, tek xhamia, është në rregull. Nuk është dënim. Dënimi e mëll. Na e kemi pas këtu njëri që u fal një 10 ditë gjithsej. Ashtu edhe në ato të lashët, ka të pasa që në xhamia. Ky e dënim prej Zotit. Ka të pasa që në xhamia. Këto s'ma shif një bojnë madha. Sprovat, kjo e dënimi Zotit. Ama nëse sprovat qonë tek Zoti, edhe normalisht këto është, që sprovat qonë tek Allah, dënimi të largon, ka marru puna.
Ati që ka dënimi, s'ka pas hajër më. Besoj se e kuptohet pak, po ata që s'e kanë kuptohet mund ta diskutoj me ne më gjatë. Ju bekov Zotit gjithë. Allahut na falet, na ruaj inshallah, gojet tona, zemrat tona në kohës provash edhe vështirësish të ndryshme.